Një aksident tragjik ka ndodhur në Massachusetts të SBA-ve, kur një aeroplan i vogël u rrëzua dhe shpërtheu në flak në autostradën e parë 95. Raportohet se 2 personat që ndodheshin në bord kanë ndërruar jetë, teksa një shofer që po kalonte në autostradë ka mbetur i plagosur. Aeroplani po shkonte jashtë kontrollit drejt autostradës pranë qytetit të Dartmouth, rreth orës 08:15, duke i detyruar shoferët të frenonin në panik ose të përpiqeshin të largoheshin nga rruga e tij. Po shkonim në rrugë dhe papritmas të gjithë frenua me forcë. Të gjithë filluam të devijonim majtas dhe djathtas, tha një shofer. Fotot dhe videot nga vendi i ngjarjes tregojnë mbeturina që digjen të shpërndara nëpër autostradë me makina të palëvizura dhe autoritetet që kërkojnë zonën. Policia e mbylli plotësisht pjesën e autostradës pranë Dartmouth për të lejuar largimin e mbeturinave dhe kryerjen e një autopsie. Shkaku i tragjedisë nuk është përcaktuar ende, por autoritetet besojnë se avioni po shkonte drejt aeroportit rajonal të New Bedford, aty pranë. Piloti, sipas informacionit fillestar, nuk ishte paraqitur një plan zyrtar fluturimi ose një listë pasagjerësh. Rasti po hetohet nga autoritetet federale në Shtetet e Bashkuara.